Të gjithë qytetarët duhet që të realizojnë kontrollin bazë, duhet të realizojnë check-upin. Shpeshtësia dhe lloji i check-upit që do realizohet duhet të përcaktohet në bashkëpunim me mjekun. Është pikërisht mjeku në sajt të anamnezës së jetës, në anamnezës së sëmundjes, përcakton kohën, kohëzgjatjen, shpeshtësinë dhe llojin e analizave që duhet të realizohen. Pra, çdo lloj check-upi duhet të jetë check-up i personalizuar. Nga ana tjetër, të gjithë individët duhet që në mënyrë periodike të kontrollojnë funksionin e organeve të tyre. Këtu përfshihet dhe aparati urinar dhe kjo realizohet përmes analizave të gjakut, të urinës dhe ekzaminimit ekografik. Nga ana tjetër, ekziston dhe është një target group, të cilët janë pacient vulnerabël për të zhvilluar sëmundje kronike të veshkave. Këtu përfshihen të gjithë pacientët të cilët të vuajnë nga diabeti, pacientët të cilët të vuajnë nga hipertensioni, që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, që vuajnë nga sëmundjet imunologjike. Pacientët e moshës së tretë duhet kontrollohen më shumë, po njëkohësisht të gjithë gratë shtatzana duhet të kenë kontrolle më të shpeshta të përmujshme të funksionit të aparatit urinar, pra të analizave të gjakut, të urinës dhe ekzaminimit ekografik të aparatit urinar. Vetëm përmes kontrollit bazë, check-upit të personalizuar, ne mund të arrijmë që të diagnostikojmë në kohë, të trajtojmë dhe të parandalojmë shfaqjen e sëmundjeve në veshka.